Në forumin e zgjerimit të Bashkimit Evropian në Bruksel, kryeministri Edi Rama përsëriti vendosmërinë që vendi të bëhet antar i Unionit, qoftë duke hequr dorë nga vetoja dhe përfaqësimi me komisioner si të drejta. Shqipëria sjell në tryezë shpirtin e madh të dikurshëm të Europës dhe i sjell kurorës së saj një gur tjetër të vogël të çmuar. Shqipëria është gati, jemi plotësisht të përkushtuar. Kemi treguar rezultate në reforma, nuk do të ndalim asnjë çast. Ndjejmë përgjegjësinë për të shërbyer Europës dhe Europa për të shërbyer paqes. Duke folur mbi procesin e zgjerimit, Rama zgjodhi ta riemërojë atë. Zgjerimi është e ardhmja e Europës. Më lejoni ta them krejt qartë, në vend që të përdor fjalën zgjerim dhe që ka lindur në Bruksel, më lejoni të gjejmë një tjetër fjalë, ribashkim. Ky është koncepti, një domosdoshmëri historike. Shqipëria ka çelur të gjithë grup kapituit në procesin e antarësimit me një shpejtësi të vlerësuar si rekord. Dhe nga kjo pozitë, Rama nuk i kurseu kritikat për shëndrimet e së shkuarës. Theksoi, Shqipëria ka mësuar nga mosmbajtja e premtimeve. Bashkimi Evropian nuk i mbajti premtimet e saj, por për ne kjo u shndrua në një lloj bekimi. Vazhduam reformat sepse i bënim për vendin ton dhe jo për Brukselin. Për kryeministrin shqiptar, Bashkimi Evropian ka përfituar sa herë që ka ftuar antar të rinj, e i tillë do të jetë edhe rezultati me Shqipërinë.